për fatin Albolenës nuk ka problem, se kjo me figurat e veta që i ka, i qënë ku të doja i vetë, nuk i ka atë problem fare, që të shpërndoj pozita, edhe në këtë rast u ditë që kryetari i kuvendit nuk është asgjë tjetër, është vetëm një folës aty dhe mbajtë si rendit në kuvendin e Kosovës, votat i ka Albini dhe fare rëndësi këtë rast opozitës edhe mja dhonë vendin e kryetarit kuvendit nuk e ka as një rëndësi edhe kur për faktori kryetari i kuvendit nuk është, vetëm një mbajtës, një shtëpijak i mirë që mban rendin aty në kuvend, ju jep ose ju merr fjalën deputetëve, ndërsa nuk vendos asgjë. Pra, kjo është ai Lumir Abdigjiku e do për vete apo për partinë tani këtë postin e presidentit? Se më duket sigur e don për vete. E don për vete sepse ai e ka po që është i shterrur në parti dhe më nuk e ka atë autoritet që dikura i ka mendu, në LDK për çdo ditë më tepër po i zvoglohen gjosat që këtë jetë për kohë gjatë kryetari i partisë, ka dashur që për 5 vite të vendoset president, bile ka pas paralajmërime se është arrit marrëveshja që zoti Abdigjiku do të jetë president. Sot e kemi diskutuar me Meç dhe unë edhe aty kom thonë Meçve që nuk është e vërtet dhe në asnjë mënyrë zoti Kurti nuk ja jep pozitën e presidentit zotit Lumir Abdigjiku. LDK-ja ka qenë e bindur se do ta marrin pozitën e presidentit edhe kanë qenë gatshëm ta pranojnë. Këtë rast është një farlloj, në fillim ka ekzistuar një frikë te zoti Kurti se me futjen e zonjës Vjosa Osmone, e cila sot po na viziton këtu në Lipjan, do të ketë një lloj fuqizimi të LDK-s, por me gjas për këta muj që kanë betur deri në zgjedhje do ta neutralizoj zonjën Vjosa Osmone dhe ajo nuk do të ketë fuqinë që e ka pas dikur ose që dikush mendon që e ka zonja Vjosa Osmone. Si skenari të shmëndur duke që në kohë shumë të shkurtër Osmani të kthehet në PDK, në LDK të marrë parti, ndërkohë që të shkëmbej vendet me Abdigjiku në presidencë. Por nëse ajo ka qenë. Ajo është para mendu. Nëse kjo nuk ndodh, Abdigjiku thaj që le derën hapur dhe fton Osmani që të bëhet të rikthehet në shtëpi. Mendoni që do ketë efekt për një herë tek zgjedhjet? Apo Osmani do vazhdoj vetëm, do zgjedh vazhdoj vetëm? Është problem, tani unë thash që kemi në Lipjan dhe poshtë aty ishin në ambient hapur, takova disa Meç poshtë se janë kryesisht njerëzit e LDK-s që e preten në Lipjan, edhe kjo sikur është prit që zoti Abdigjiku të kaloj në pozitën e presidentit dhe në mënyrë automatike zonja Vjosa Osmoni ta merr udhëheqjen e LDK-s. Unë thash, unë e një Lipjanin mirë, po e një edhe thujse në tërësi Kosovën, edhe një, sidomos LDK-n e një shumë mirë, këtu i pash edhe njerëz nga kryesia e LDK-s që ishin dalë në pritje të Vjosa Osmonit. Dhe kjo i e kanë hapur derën e partisë. Po e kanë hapur derën e partisë, sepse siç duket, aty kemi vetëm 3 deputet që për momentin janë kundër kthimit të zonjës Osmonit. Mjaftuan me një falje. Është zonja Hikmete Bajrami që mendoj që është një zonjë vërtet që e ka drejt, është ish kryeministri zoti Hoti, por ata janë të pafuqishëm nga degët të cilat vinë. Edhe Ajn Rahovec nuk është i fortë, zoti Hoti pa marrë parasysh që është personalitet brenda LDK-s edhe i njohur sidomos me takimin në zyren e administratës amerikane në shtëpinë e bardhë, në takimin që e famshme, edhe pse atë kanë lozur loj me atë kur Vučići i drejtohet në gjuhën serbokrate dhe e pyet Hotin a flisni serbisht, ata e kanë përdorur shumë për ta thyer zotin Hoti, por megjithatë zoti Hoti, por edhe zonja Hikmete Bajrami janë 2 personalitete të shquara, por në opinion nuk do me thënë që personalitetet e shquara kanë ndonjë rëndësi
për te, ata janë për akademi, janë për universitet, janë për shkencë, por në politik duhet ketë tipa të tillë, siç është zoti Kurti, sepse me aftësi edhe me njohuri intelektuale, shkencore, me dije akademike, nuk mund të avancohesh në politikë, përkundrazi të ne shqiptarët edhe në Kosovë edhe në Shqipëri, përkundrazi urrehen apo i urrej njerëzit ata që janë të dishëm. Këtë rast është rasti edhe me Hikmet Bajramin edhe me zotin Abdullah Hoti. Ndërkohë që PDK-ja po qëndron e distancuar te elektorati i saj, duke e mbajtur në zgjedhjet e fundit e ka mbajtur me një rritje pak a shumë aty, por edhe në këtë proces për presidentin nuk është se është përfshirë shumë. Sikur e kemi diskutuar edhe më herë, ndoshta për të marrë vendime të mëdha pret atë që do të ndodhë në Hag. PDK-ja po vepron mirë, me vonesë pak, se edhe mendoj që atë niku pak ka gabu. Nuk o dosh PDK-ja fare të shkojnë takime me Kurtin, sepse ata dosh din qaq politik se Kurti nuk e ka seriozisht. Kur unë me gjithat që jam në periferi, pe di shumë mirë, edhe kom ditë prej fillimit që zoti Kurti do të na çojë në zgjedhje, sepse kë është i padenj, është i paaftë për të udhëhequr në mënyrë të rregullt shtetin. Kë dëshiron që të udhëheq shtetin si ushtrues detyre, në mënyrë që mos të ketë përgjegjësi para kuvendit, edhe para popullit, dhe në këtë mënyrë të bëj keq menaxhem të buxhetit siç është duke bërë. Pse? Sepse po mendoj që me rastin e ndarjes së pagës së 13 për punëtorët e administratës shtetërore, ta tregu që ky po shkon drejt zgjedhjeve. Tani e ka propozuar një pako fiskale që për fat keq, për pako sociale që ja votojnë opozita. Dhe këtë 265 milion po i harxhon në blerje të votës. Kjo direkt blerje votës. Tani është vetëm dilema se kur po do të me shqu vendin zgjedhje. Gjykata kushtetuese e ka treguar orarin, por këta nuk i përmbahen orarit. E kanë shkel me 10 herë vendimet e gjykatës kushtetuese. Këta e shkelin kushtetutën. Edhe tani me zonjën Albulena Haxhiu, që është ushtruese detyre se nuk ka përgjegjësi për shkelje të gjykatës kushtetuese. Ajo do të bëj çmos. Ata tani veç janë duke e menduar a me shku në zgjedhje në datën që ja ka përcaktuar kushtetuesja, apo me gjetë metoda, me një kërkesë, me një pyetje që ja bëjnë gjykatës kushtetuese, këta e prolongojnë 1 muaj, 2 javë procesin e zgjedhjes. Provojnë pastaj mas 2 javë po dojnë me i shpall zgjedhjet, presidenti ja thotë nuk i shpall zgjedhjet, sepse këta nuk ju vjen shumë. Ju duhet një muaj e gjys me i shty zgjedhjet për 1 muaj e gjys, ta se kanë fare problem, sidomos kur janë krejt ushtrues detyre, presidenti është ushtrues detyre, ta shkel kushtetutin. Nëse këtë dëshiron, me ra shifra, me ra përqindja, në këto zgjedhje do të shkojmë me 7 qershor në pra nëse Kurti nuk do që ta bëj qeverinë vetme, do shkojnë zgjedhje tani. Do të shkojmë zgjedhje, e dim sakt se nëse Kurti nuk po e don me udhëheq vet qeverinë, do të shkojmë zgjedhje me 7 qysh e ka përcaktuar afatin kushtetues, gjykata kushtetuese. Por nëse Kurti për nimet dëshiron mi marr 2/3 ose mendon ai, ondra shen, se kur ajo nuk do ndodh. 51% që është maksimumi. Veç një herë ka ndodhur ajo në këtë histori. 51% kur ka arritur zonja Vjosa Osmani t'ja për shtatën më të vëlletshme, që ka mundur s'ka menduar ta ketë zoti Kurti, ajo ja përshtati datën edhe erdhi diaspora. Për ndryshe, elektorati kosovar, elektorati këtu që është në Kosovë, vërtet është aq i dëshpëruar, sa që unë besoj që edhe ata më të zjartët e zotit Kurti nuk do ta votojnë më, sepse vërtet gjendja sociale e popullatës në Kosovë është tejet e ngarkuar, edhe është në një gjendje, po them, të një krize të thellë ekonomike që përjeton Kosova, jo për shkak krizës së Hormuzit e të naftës, por për shkak të krejt gjendjes së rënd për të cilën ka pru Kurti për këto vite.
Profesor, nga analiza juaj dhe ajo që po ndodh situata publike politike, pra pa marrë parasysh çfarë mund ndodh në prapasken, për ta mbyllur, duket sikur drejt asaj po shkojmë, kështu që në qershor do kemi zgjedhjet e reja. Po, jam I bindur që thash, nëse nuk ndodh ajo që Kurti me qëllim të shtyjë zgjedhjet, në qershor do të shkojmë në zgjedhje. Por diçka patjetër duhet ta them se mund të harroj. Pse unë mendoj që Kurti I dëshiron zgjedhjet. I dëshiron zgjedhjet sepse ka problemin më të madh që kam thonë edhe herave tjera te ti, marrëveshja Brukselit edhe aneksi Ohrit. Të dyjat këto janë ato laku në qafë që e ngarkon jashtëzakonisht shumë Kurtin. Dhe tjetra janë dështimet e mëdha, të cilat Kurti I ka pas për këto 5 vite. Por diçka më e rëndësishmja që është, Serbia e ka përgatit komplet infrastrukturën për t'i marrë lojrat mesdhetare, për t'ja marrë Kosovës lojrat mesdhetare 2030. Dhe këtë do t'jetë katastrofa e Kurtit, sepse shteti armik, që nuk do t'i bjen ekipet e veta sportive në Kosovë, sepse nuk e pranon Kosovën. Por ata janë duke u përgatit sepse e din që Kurti nuk është në gjendje të përgatis infrastrukturën e nevojshme për 26 disciplinat sportive të cilat I përmbajnë lojrat mesdhetare. Ne nuk kemi, Kosova momentalisht nuk ka kapacitete për t'i organizuar këto lojra. Ky zotriu I ka marrë organizimin, por nuk e kemi një stadium që I plotson kushtet të futbollit. E lere më sportet ujore.